من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين الله عز وجل falenderojmë falen dhe ndihmën vetëm për Tij kërkojmë. Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi pejgamberin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen e tij të pastër dhe të ndershme, shokët e tij të drejtë dhe besnik, dhe të gjithë ata që rrugën e tij e pasojnë deri në ditën e gjykimit. Dashur vëllezër, Allahut fuqiplot i drejtohemi me falënderime dhe atij ja shprehim çdo mirënjohje të mundshme dhe atë lavdërojmë për çdo mirësi me cilën na furnizon, veçanërisht që na ka udhëzuar në Islam dhe na ka bë ndjekës të sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ati i lutemi që të na mundsoj ta shohim të vërtetën si të vërtetë dhe ta ndjekim atë deri në momentet e fundit daljes nga kjo dynja. Dhe ati i lutemi që na mundsoj ta shohim devijimin si devijim dhe të largohemi atij. Jemi duke folë për jetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili përkundër statusit të tij dhe privilegjit që ka qenë njeriu më i dashur i Allahut fuqiplot, megjithatë është sprovu me çdo lloj sprove. Nuk mundna me gjetë në lloj të sprovës të cilën nuk e ka shiju pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Prej atyre më të mëdha shkojnë deri te ato më të vogla, pra sprova që kanë të bëjnë me dunjan. Dhe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gjithmonë ka treguar vetveten e tij dhe ka arritë që ato sprova mi të kalu ashtu që Allahu fuqiplot është i kënaqur. Dhe këtë sukses padyshim që është Allahu fuqiplot që ja ka dhënë. Nuk ka lloj të sprovës, pra është sprovu me vdekje të prindërve, është sprovu me jetimllëk, me vdekje të njerëzve të afërt, është sprovu me lëndime fizike, është sprovu me torturë, është sprovu me torturë psiqike, me presion të jashtëm, me shantazhe të ndryshme, me oferta të ndryshme të dunjas, është sprovu me vdekje të bashkëshorteve, është sprovu me vdekje të fëmijëve, të vogjël e të mëdhej, është sprovu me vdekje të shokëve, është sprovu me gjëra nga më të ndryshmet, është sprovu me dëbim prej vatanit vete. Nuk ka, do thotë, sprova që nuk i ka përjetuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Për atë dhe Allahu fuqiplot e ka bë shëmbëltyr për njerëzit. E enkas veçanërisht shëmbëltyr për muslimanët, shëmbëltyr për çdo kënd që e do Allahun, për çdo kënd që e beson botën tjetër, e beson kiametin dhe ka dëshirë të hyjë në xhenetin e lartë. Prandaj, do thotë, nëse dikush synon në një pozitë të tillë, duhet ta ndjek rrugën e tij. Duhet ta ndjek rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, me shpresë që në botën tjetër pastaj të jetë sa më afër tij. Kemi folë herën e kaluar për faktin se si Qurayshtë e Mekës e shkelën paktin që kishin me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, paktin që lidhen në Hudejbije, e shkelën në vitin e 8 pra të hijretit, dhe ish muaj Ramazan. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju çoi fjalë fiseve që ishin përreth Medinës që të tubohen, të mobilizohen, sepse ka ardhur dita me shku drejt armiqve të Allahut, drejt shtëpisë së shenjtë, drejt Qabës, për me luftu këtë armik i cili e shkeli paktin me musliman.
kemi tregu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur I thiri këto fise, do thotë ju përgjigjen të gjitha fiset, disa ardhen në Medinë, u tubun, disa tjera ju bashkangjiten pejgamberit sallallahu alaihi wasallam gjatë rrugës dhe kështu që ju bë pejgamberit alaihi salam një ushtri prej 10.000 personash. Doli pejgamberi alaihi salam prej Medinës dhe u nis në rrugtimin e tij. Atë ditë pra ju bashkuan gjithë muhaxhirët dhe gjithë ensarët. Do thonë nuk meti kërkush për muhaxhirëve dhe ensarëve pa ju bashkangjit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe pse në muaj pra ish muaj Ramazan dhe ishin duke agjëru. Dita kur doli pejgamberi alayhis salam për Medinës ish dita e 10 e Ramazanit dhe zgjati udhëtimi I tyre diku 9 ditë derisa arriti në Mekë, do thotë me 19 Ramazan. Kur del pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për Medinës, jo shumë larg Medinës, I vjen mu veçu me parafërsisht me një pjesë të ushtrisë, parafërsisht me 1.000 persona. Dhe tregon Buraida ibn Husayb radhiyallahu ta'ala anhu, një prej sahabëve do thotë që kish marr pjesë në këtë udhtim, edhe ishte në mesin aty me 1.000 personave që mbetën do thotë veç pas me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Tregon Buraida thotë ishim me pejgamberin alayhi salam atë ditë dhe duke ecë thotë jo larg Medinës, u nalëm diku me një vend. Edhe pam që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam zbriti prej kafshës së tij edhe filloi me fal namaz. Zbriti prej kafshës edhe filloi me fal namaz. Sahabët ishin për rreth gjithë duke shiku pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, duke I mbajt mend, do thot, veprimet e tij për t'ia transmetuar pastaj brezave të ardhshëm, muslimanëve të ardhshëm, e që çdo veprim I tij është mësim për muslimanët. Çdo veprim I tij është mësim për çdo kohë që do Allahun fuqiplot. Dhe tregon Buraida radhiyallahu ta'ala anhu thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam I fali ato 2 rekate, edhe thot papritmas kur kthy kane, thot e pam duke qajt. I dilshin varg lot pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe pse në mexhlis aty në mesin e atyve sahabëve thot ish Abu Bekri, Omeri, edhe kërkush nuk mirë të guxim me pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam se çka të ndodh. Edhe nisën me çaj gjithë sahabët, 1.000 veta. Gjithë kur e pan pejgamberin sallallahu alaihi wasallam që sun penal veten e tij duke çajt, ja nisën me çajt edhe të tjerët. E si mos me çajt kur njeriu ma dashurin e tij e sheh në pikëllim. Si mos me çajt kur njeriu e sheh ma dashurin e tij duke u mërzit. E zemra çon, zemra vajton. Njeriu sakrifikohet me dashurin e tij. Nuk ka mundësi një diko që ti e do me përjetu diçka të keqe e ti me qenë pranë komoditet. E kjo ish shumë e pranishme tek sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, duke ditë se ata e donin në Resulullahin sallallahu alaihi wasallam ma shumë se çdo gjë, a ma shumë se veten e tyre. Kur I pan ata sy të ndershëm duke qa, kush mu I kemi na lotët atë ditë. Derisa Omeri radhiyallahu ta'ala anhu, cili nuk mujti do thot me pa në gjendje pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, edhe ju afru, ja përgjëroj babën an, tha bi abi anta wa ummi, bi abi anta wa ummi, kurbani bofsha babën e nanën tam, ja Rasulullah,
Tha ma leke ja Rasul Allah. Qka puna i dërguar i Allah? Ish interesu Omeri me dit qka po bën me qajt pejgamberin sallallahu alaihi wasallam den këtë dërejgje. Edhe përgjigja ati ish përgjigje pikluese, ish përgjigje mallëngjyese për sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe a kthejti tha, inni sa'altu rabbi fil istighfari li ummi. Tha une zbrita dhe i fala 2 rekate për me ju lutë Allahut azza wa jall, edhe mi kërku që të bëj istighfar për nanën time. Falam ya'dhan li. Mirë po thot Allahu fuqiplot, nuk më dha leje. Fadama'at aynaya rahmatan laha min an-nar. A thot më dulën syt lot nga mshira për nanën time prej zjarrit. Të ishin fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Aty ish një vendbanim, një fshat që quhej Abwa ose Waddan, ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur kish qenë i vogël, kur nana e tij kish ardhur në Medinë tek kush, tek dajallar të pejgamberit alaihi salam, edhe smuhet në Medinë, edhe duke u kthy prej Medinës në Waddan, vdes nana e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe aty e varrosin, edhe kthehet Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fëmijë i vetëm pa nanën e tij, vetëm me shërbëtoren e tij që a kish lënë baba i vet, kthehet në Mekë. Edhe kish majt mend pejgamberi alaihi salam ku ka varri nana e vet. Edhe a ditë jura me kalu aty pare. Dhe mallëngjimi, dashuria për nanën nuk e la me vazhdu tutje. U ul, shkoj te varri me vizitu, edhe i kërkoj Allahut azza wa jall që me bë dua për nanën e vet për istighfar. A pi kuptoni këtë fjalë o vllazni çka po them? Me bë istighfar për nanën e vet. Istighfar për nanën e vet, e cila ka majt në barkun e saj 9 muaj, e cila ka lind me dhimbje, e cila e ka ushqy, e cila e ka rrit deri në moshën kur ka vdek ajo. Nana e krijesës më të dashur të Allahut fuqiplot. Nana, që na adina do thotë që në mesin e njerëzve të thjesht nuk ka mundësi me dash dikush dikon më shumë se fëmia nanën. E sidomos pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që është më i mëshirshëm i njerëzve, e sidomos që ai e dinte vlerën e prindërve, e dinte vlerën e nanës, dhe u ul e po i lutët Allahut fuqiplot që të bëj istighfar për nanën. Dhe Allahu azza wa jall nuk ja lejon. Nuk ja lejon. A thu vallë pse? Sepse te Allahu fuqiplot nuk shkojnë gjanat me lidhje gjaku. Te Allahu azza wa jall nuk vlen lidhja farefisnore. Ta ai vlen vetëm lidhja e imanit. Njëjtë ju ka drejtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe loçkës tij, bijes vet Fatimes radiallahu ta'ala anha, i ka thënë, oj Fatime, puno sa të munësh në dunja, se para Allahut fuqiplot unë s'kam çka të bëj dobi. Nuk muj me bë kur gjë para Allahut azza wa jall. Sa njëri dashur i ka vdek pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nana e tij, baba i tij, gjyshi i tij, agja i tij. Thot këta janë kënë persona me rëndësi të madhe në jetën e tij. Me gjithë ata, nana, baba, gjyshi, agja, me gjithë ata, asnjani prej tyre në xhenetin e Allahut nuk do të jetë. Gjithë do të jenë zjarr. Sikur sot që e përmendi për nanën, qashtu kur ai sahabiu i tjetër e pyeti i tha ja Rasulullah, tha ku është baba jam? Tha baba jote është në zjarr.
Dhe u kthy sahabiu i mërzitun, filloi me çajt, i tha filan, kthehu. Tha inna abi wa abuka fi an-nar. Baba jam e baba jot, dyt janë zjarr. Qashtu gjyshi i tij i cili vdiq jo në Islam, qashtu agja i tij i cili sa kontributin e dha në mbrojtjet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, na sjena në gjendje me dhënë çat kontribut në mbrojtjet fëmijëve tanë. Se mos flasim mbrojtjet dinit Allahut fuqiplot. Si jemi kërku hiç afër Abu Talibit na. Çka ka bëu Abu Talibi për këtë din. Ama ka vdek në kufër. Edhe kur gjope i sakrificës ti e kontributit ti nuk i bani dobi më në ahiret. E këti, Allah Azza wa Jall do t'ja për hir, do më thënë, të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, do t'ja jep dënimin më të vogël. A mos u përmend aty as baba e as nana. E kush del mas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kush është ai trim që guxon me thënë mas nej për babën e nanën e vet, qoftë gruan apo fëmijën e vet, kur t'i kallzon o burr, ai ka vdek pa islam, ai ka vdek pa namaz. I thu nuk ban me bo, o Zot mëshiroje, o Zot falë, s'ban me bo kësi doaja për ta. Edhe qohët t'i nxerë sytet me të në qafë, kush je ti babën te më nxerë pe gjennetit. Po kush je ti babën ta me nanën ta me shtin gjennet, përderisa Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, i cilin ditën e kiametit do të ulet në arshin e Allahut fuqiplot. Allahu Azza wa Jalla e ka veçu një pjesë të arshit, që në ditën e kiametit me ul aty pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Ky njeri i ndershëm, ma i ndershmi njerëzve, edhe ma i privilegjumi, nanën e babën e vet s'po mundet me pështu. E kush je ti? Kush je ti me më mënu me pështu nanën e babën tanë, i cili ka vdek duke mohu Allahun Azza wa Jall, i cili ka vdek pa i ranë sejdë kur Allahut fuqiplot. Me marë kontributin e Abu Talibit, edhe me pru çdo. Krejt që do gjahila me ideologjit bidatit, kishin me gjyku që kjo është fi a'la al-'iliyyin, në majet Firdausit është ky. A din që ka mbrojt ky këtë din? A din që ka mbrojt pejgamberin sallallahu alaihi wasallam? Ama te Allah Azza wa Jall sanet nuk shkojnë ashtu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as leje për istighfar për nanën e vet spije për Allahu Azza wa Jall. A guxojti pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mu revoltu apo me protestu në këtë rast? Edhe me thënë, qysh për nanën teme e tjera e tjera. Jo, qëndrimi i ti ish dëgjova edhe unë nështrova. Mi për mërzia për nanën e bani me qajt. Edhe të regoj, do të thot shumë qartë azi, se ka disa filozofa, disa që mënon me filozofu në fejtë Allahut fuqiplot. Ama fejtë Allahut Azza wa Jall nuk është me filozofi, e as me menime që ti i shpikish e ta mërmenja. Fejtë Allahut Azza wa Jall është me argumente. Ka do filozofa që dalin e thëjnë, po shiqo se për babën e nanën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ata nuk do t'jenë zjarë, se janë kënë me një periudhë kur s'ka pas pejgamber, e nisin me filozofu. Ndërsa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për thët, فدمعت عيناي رحمة لها من النار. Thot, syt po mlëtojnë nga mshira për të prej zjarrit. Prej zjarrit. Që do të thotë se gjithmonë ajo do të jetë në zjarr. Se sikur ti shkon një shpresë që ajo me pështu prej zjarrit, Allah Azza wa Jall ja kish leju me bëj istighfar. Ama Allahu fuqiplot, xhennetin e madhrishëm, xhenetin e mahnitshëm, ja ka bo haram çdo kujt që nuk e adhuron Allahun fuqiplot. Ja ka bo haram çdo kujt që e ka mohu Allahun Azza wa Jall. Pa marrë parasysh kush është ai njeri. Nuhut alayhi salam i shkoi në kofër djali edhe gruaja. Lutit alayhi salam, gruaja pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam, dy prindit, agja e gjyshi.
kush mundet pastaj me dal e me filozofu, e më ngërmu, e me bërtit, që mu drejtu kush jeni ju, babën tëmë ma qitë për xhenetit. Po kush jetim është në xhenet, fillimisht. Allah Azza wa Jalla na ka tregu kush hyn në xhenet e kush nuk hyn në xhenet. E na punojmë në bazë të asaj qysh Allahu fuqiplot na ka mësu. Kjo është mësimi i madh. Kjo është mësimi i madh për çdo musliman. Se xhenetin e Allahut Azza wa Jall nuk mundesh me fitu duke pas mik filanin e fistekin, apo duke pas lidhje familjare me filanin apo fistekin, po xheneti fitohet vetëm me punë. Me iman dhe me punë. Për ndryshe, veç mundet njëri mi fshi durt nga xheneti i Allahut Azza wa Jall. Andaj ato ishin momente pikëlluese për sahabët, edhe mësimi i madh për muslimanët. E ne duhet marrim mësim prej saj, edhe duhet veprojmë në përputhje me ato mësime. Se për ndryshe, nga momenti kur nisëm me filozofu vetë me menën tonë ç'është na marr mendja neve, atëherë veç ja ki qel derën vetes, derën e devijimit. E devijimit nisin dvogla njëherë. Nisin shumë të sene të thjeshta. Ndoshta e nënçmon një sunet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ama pe që aty pastaj e nis devijimi. Edhe fillon përshkallëzimi drejt humnerës. E çdo kush që del me ideologji të reja, me ideologji të shpikura, atëherë i tilli vetë se e ka lënçmu shpallën që e ka zbrit Allahu Azza wa Jall. Pas kësaj ndodhije pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e vazhdoi udhëtimin e tij drejt Mekës dhe kur ardhi në vendin e quajtur në Biq el-Iqab, i takoi dy persona që ishin të afërt të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ishin një dy persona kishin dalë prej Mekës dhe ishin nis drejt Medinës për me shku te vet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Sepse Allahu fuqiplot ja u kish zbut zemrat dhe u kish qel zemrat drejt Islamit. Ata ishin Abu Sufjan ibn al-Harith ibn Abd al-Muttalib dhe Abdullah ibn Abi Umayyah ibn al-Mughira. I pari ish djali axhës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, al-Harith ibn Abd al-Muttalib ka qenë axha e pejgamberit alaihi salam, njëri prej axhallarëve. E djali i tij Abu Sufjan. Ky nuk është ai Abu Sufjani që e përmendëm gjithë, sa është Abu Sufjan ibn Harb. E kjo është Abu Sufjan ibn al-Harith. Do thotë janë dy persona të ndryshëm. E ky ka qenë djali i axhës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ditën kohë dhe vllau i tij pej çumshti. Tjetri Abdullah ibn Abi Umayyah ibn al-Mughira ka qenë djali i hallës pejgamberit alaihi salam, i biri i Atika bint Abd al-Muttalib. Atika ka qenë halla pejgamberit alaihi salam. E të njëjtën kohë ky ka qenë edhe vllau i Salamas. Vllau i Salamas, grua së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Këta dy ishin nis për me ardhur në Medinë. Abu Sufjan ibn al-Harith, ky djali i axhës, pra, para se me ardhur pejgamberit alaihi salam shpallja, ky e ka shoqëruar shumë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Nuk u nda prej tij. Vazhdimisht e ka shoqëruar. E pasi i vjen shpallja pejgamberit alaihi salam dhe bëhet pejgamber, ai do thotë largohet dhe fillon me shfaq armiqësi. Dhe ka përdor metoda të ndryshme të për më mundu me e ul personalitetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Metoda më e fuqishme e tij ka qenë poezia. Do thotë e ka gjujt me poezi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Në anën tjetër Abdullah ibn Abi Umayyah, ky ka qenë po ashtu, do thotë e ka sulmu shumë pejgamberin alayhis salam dhe shokët e tij gjatë kohës, pra sa ka qenë xahiliet, edhe ky e ka sulmu, do thotë në çet formë me poezi.
Dhe kur i afrohen pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe tentojnë që mi fol, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam veç i ignoron, ja u kthen shpinën edhe vazhdon rrugën tutje. Ata tentojnë disa herë, mirë po nuk don pejgamberi alaihi salam me i shiku, për shkak të shqetësimeve të shumta që ja kishin bërë atij edhe sahabëve. Derisa vjen Salama, gruaja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe i drejtohet thotë ja Rasulullah, la yakun ibn ammika wa ibn ammatika ashqa an-nas bik. Thotë e bën një lloj ndërmjetësimi, thotë o i dërguari i Allahut, mos tjetë djali i axhës tan dhe djali i hallës tan, dy persona më të dëshpëruarit dhe më të fatkeqit në krahasim, do thotë karshiteje. Edhe të kanë të afërt shumë, edhe me met njerëz që janë pra të refuzuar. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja kthen i thot la hajata li bihima. Do të s'kam kurfar nevoje për ta. Amma ibn ammi fahataka irdi. Do të sa i përket djalit të axhës tan, do të ai ma ka sulmu nderin tim, ma ka cenu nderin tim. Do thot sigur ti që shpo më thu se e ki djallë të hallës e djallë të axhës, që është të njëjtë e unë po thamë, djallë i axhës edhe gjithat cënim të nderit ma ka bë. Wa amma ibn ammati wa sihri, fa hua alladhi qala li bi Mekkete ma qal. Tha ndërsa djallë i hallës e të njëjtën kohë që ka më mik, tha ai e din mirë se çfarë fjalë ka folë për mua në Mekë. Thot me gjithë afërsinë që ka, nuk i takon atij mi thonë ato fjalë, me pas këtë qasje. Andaj, dhe thot fillimisht ky ish qasja e tynve, qasja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ndaj tyne. Këto kemi një mësim tjetër vëllazni, që hidhrimi, distancimi për fenë e Allahut azza wa jall është sunneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Madje, jo thjesht sunnet, po është parimi fesë tonë. El wala wal bara. El wala është miqësimi, wal bara distancimi edhe armiqësimi. Këto janë parime të muslimanëve. Amo këto bëhen për hir të fesë, jo për interesa dunjas. Jo po afrona sepse kam një interes biznesit, apo kam një interes shoqëror, apo kam një interes familjar. Jo. Po afrona me filanin sepse e du për hir të Allahut. Edhe po distancona për ati tjetrit, jo se ma kalëshu në biznes, apo s'po përputhu në biznes, apo, për interesat dunjas. Mirë po distancona për hir të fesë të Allahut fuqiplot. Që kjo është el-wala u el-bara. Edhe kush se bën këto, ai ka gabim në akiden e tij. Ka gabim në besimin e tij. Ai nuk mundet me dalë para Allahut azza wa jall me fytyrë të pastër edhe me zemër të shëndosh. Ai njeri s'ka me pas fytyrë me dalë para Allahut azza wa jall. Qysh e miqson ti dikon që e ka armiqsu fenë e Allahut, e ka armiqsu sunnetin, e ka armiqsu vetë Allahun azza wa jall. Qysh e miqson ti atë njeri? Qysh bësh shok me ta? Qysh mundet me ta bajt zemra jote, me i duru fjalët e tina, e prezencën e tina, e me apa fytyrën e tij të poshtër, përdesa me çat gjuhë, ai e shan Allahun azza wa jall. Me çato gjymtyre, me çat fytyrë, ai mundet me poshtru sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ku është imani? Ku ki imanin? Kjo do të me qenë qartë. Edhe ky qëndrimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ishte i ktill. Nuk ish dikush mundet me thon pas peshe që po thot ky më ka shamu ky tjetri. Jo. Qëllimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ku ish? Se këta e cënun figurën e pejgamberit. Nuk e pat këtë armiqësi sepse ja cënun nderin si Muhammed. Po ja preken pejgamberin e tij sepse ai ish pejgamberi. Qëtu ish e kapën armiqësia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam edhe distancimi me ta. Kur ju shkon fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam këtyre dy burrave, Ebu Sufjan ibn Harithit
dhe shokut ti Abdullah ibn Abi Umayjes, Ebu Sufjani e ndërmori një veprim. E ndërmori një veprim që tregoi sinqeritetin apo përkushtimin apo do të thotë seriozitetin e tij. Ai me vete e kish pas edhe të birin e vet Xhaferin. Edhe e kapi për dorë, e tha pasha Allahun. Ose pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka më dhënë leje, ose ka më marr bashk me këtë djalin tim për dorë, edhe kena me shku dikun shkretin, kena me najt që aty desa të vdesim nga uria dhe etja. Thot, për mund nuk ka zgjidhje tjetër, për mund nuk ka liri, për mund nuk ka më jetë, nëse pejgamberi tash këta, thot, ju kishy islamin zemra, po dëshin me deklaru para pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mirë po, kur e pa që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam as pi fol, as pi pranon, për ta do më thënë mos kish jetë. Për ta nuk kish alternativ me shku diku me vazhdu jetën i qetë. Jo. Të do të me kuptu musliman. Do të me kuptu musliman që kër të lidh islami me dikon, ti s'ki kam ja majt. Qaj është familja jote, qata janë njerëzit e tu. Nuk ki kam ja majti. Se nëse largohesh për tënve të ha uku. Delja që largohet për kopes, e ha ujku. Thot, nuk monësht ti me thjesht për karë që ashtu ide, ose për menës tane, ose me filozofi tane, me thonë valla, unë s'rimo me këta, ose çka të ka urdhru Allah Azza wa Jall. Atë ka urdhru me nejt veta mo, kap me grupën, me gjematin. Çka të ka urdhru Allah fuqiplot. Pa jo se kështu, o zotni, këqyri mas pari parimet fetare, jo interesat të dunjas, pa filonim ka këqyr shtrat, ma ka thënë një fjarë, o zotni, as po merë vesha. Ja kërë me përmen në rrasin e kabeve në Malikut këtë vjen. Mirë po, aty ka dohën mësimet shumë të kësaj natyre. Ama, s'kuxon muslimani mu da pe kopes vet. Kopeja muslimanit janë musliman. Kopeja njerit sunetit janë njerëz të sunetit. Prandaj, këtë Ebu Sufjan ibn al-Harith veç e ndjejken vetën e tij. Kur e boni mall që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mos s'ka më fol, unë veç interesant sunetet mu veç me shkruan shkretin me dek. Kur ja tregon këto fjalë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ju zbut zemra. Ju zbut zemra edhe vendosi që me i dëgju se çka kanë për të thënë. I thiri, ju dha leje me hy me u taku, dhe duke shku ata mu taku me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, e takon Aliu Abu Sufjanin, edhe i thot, i'ti Rasulallahi sallallahu alaihi wasallam min qibali wajhi, فقل له ما قال إخوة يوسف ليوسف عليه السلام. Kur shkosh te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tha dili përpara. Do thot fol me to drejt për drejt, folin fytyr. Edhe thuja çato fjalë që ja ka thënë Yusufi alayhis, ja kanë thënë vëllezrit Yusufit alayhis salam. Ajetin kuranor, qalu tallahi laqad atharaka Allahu alayna wa in kunna la khati'in. Than, pasha Allahun, Allahu fuqiplot ty të ka ngrit, e të ka dhënë përparësia, privilegjen, kërshime neve, edhe pse na jemi ata që kena gabu. Dhe të pranoje gabimin. Dhe kur shkon Ebu Sufjani a thot këto fjalë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, atër pejgamberi alaihi salam ja kthen me të njëjtën përgjigje që u ka kthy Yusufi vëllezërve të vet, thot la tathriba aleikum al-yawm, nuk ka çortim për juve sot. Yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Allahu ju falt juve, ai është mëshiruesi i mëshiruesve. Edhe me këtë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gëzohet me islamin e Ebu Sufjan ibn al-Harith e Abdullah ibn Abi Umayjes. Edhe këta dy burra pastaj pasi e pranun do thot islamin, u ban musliman të mirë, tregun sinqeritetin e tënve, dhe përmendet që vetë Ebu Sufjan ibn al-Harith
pa tregu një trimëri të madhe me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam së bashku pra në betejën e Hunenit, të cilën inshallah do ta përmendim. Ashtu njëjtë dhe Abdullah ibn Abi Umayya, ky mori pjesë në betejë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, në betejën e çlirimit pra të Mekës, në betejën e Hunenit, edhe pastaj në betejën e Taifit veç ra shahid. Pra, do thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u gëzu me islamin e këtyre dy burrave, e pas kësaj e vazhdoi udhëtimin e tij drejt Mekës. E përmendu pa në fillim që ish muaj Ramazan dhe sahabët kur nisën këtë rrugtim, u nisën duke qenë agjërueshëm. Edhe vazhduan agjërimin e tyre duke shku drejt Mekës dhe transmetojnë do thot shumë prej sahabëve thënë ato ditë as ka qenë nxehtë i madh, sepse vetë të kemi pa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam disa herë në disa raste duke i qit ujë vetit, pra duke i qit kokës ujë për shkak të nxehtit edhe etjes që e mirë të pejgamberin sallallahu alaihi wasallam nga vapa e madhe. Thot një prej sahabëve thot e pata pa thot vetë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam të i qit vetit ujë pra gjatë atyre ditëve për shkak të vapës, dhe dikush thot i pa thënë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ja Rasulullah inna ta'ifatan min an-nas qad samu hina sumt. O i dërguari i Allahut, do thot njerëzit janë të kthyer ti çka e të bë. Edhe pa agjërojnë përderisa ti pa agjëron. Kur e kuptoi këtë pejgamberi alayhi salam, e thiri dikon me apruni me ujë dhe e morim e piti në publik para njerëzve që më u tregu do thotë se mundeni me ndërprej agjërimin. Dhe ashtu pra veprun edhe njerëzit. Tregon Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, thot në këtë udhtim me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam kemi qenë agjërueshëm edhe u patëm naltë me një vend gjatë rrugës diku afër Mekës, dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na pa thot innakum qad danawtum min aduwikum fal fitru aqwa lakum. I tha, jeni ofru shumë afër armikut tuaj, andaj për me qenë më të fuqishëm, më mirë tha është me lënë agjërimin. E thot kjo ishte një lehtësim. Kjo ishte një lehtësim për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, andaj kish disa që e lanë agjërimin e disa tjerë që vazhdojnë me agjëru, për shkak se çështja ishte veç lehtësim e jo urdhresë. Pastaj thot mas një kohë kur u ofrua më shumë Mekës, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam apet na tha innakum musabbihu aduwakum wal fitru aqwa lakum fa aftiru. Do thot nesër mas nesër ju veç keni mu përballë me armikun, andaj lajeni agjërimin sepse kjo është më e fuqishme për ju, faftiru. Andaj ndërprene. E thot këtë herë kur na tha do thot në formë urdhrese, do thot gjithë njerëzit e ndërpren agjërimin. Do thot pe kësaj marrëm një mësim që njeri kur është në udhtim ka drejt të agjëroj, po ka drejt edhe ta ndërprej agjërimin e tij, varet prej gjendjes që është. Nëse është në gjendje të mirë shëndetësore, i fuqishëm, s'prish punë me vazhdo agjërimin. Mirë, po nëse agjërimi e dobëson dhe nuk mundet me i bë ballë, domethënë punëve që i ka, jemi të folë në udhtim, atëherë e ndërpren. E pasi e ndërprejtën, do thot agjërimin e tënve, sahabët fillun pra aty me kërku ushqim, me hangër diçka. Tregon Jabir ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, ja nisëm thot me lyp ushqime që ka mujna me gjetë në për shketin. Edhe e pemëve të shketinës është edhe një pemë që quhet kebath. Kebath është ajo pema për cilës nxirren misvakat. Do thot për rrojve të saj nxirren marrohen misvakat. Kjo është një prej pemëve, do thot për cila marrohet misvaku. Se ka pemë tjera, po kjo është një prej tyre. Edhe kjo i bën do far fruta sikur qershia të vogla, mirë po
nuk janë bashkë si qershia, ma shumë ndoshta janë si boronica, veç jo të kaltërta, po bëhen të kuq, pastaj nxihen. Dhe thot Jabir ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, thot sahabët kishin nisë me mbledh, do thot kush mujke me gjet që si kabath, edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thoke aleikum bil aswad minhu fa innahu atyabuhu. Qyni merrni ato që kanë sa më të zeza se janë më të mira. Edhe do pe sahabët që hala nuk e njihin këtë anën tjetër të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra jetën e tij sa ka qenë hala pa u bë pejgamber, jetën e tij ku ka qenë njeri i thjesht, nuk e njihshin. I than e kunte tara al-ghanam ya Rasulullah, në dërguari i Allahut, a mos je kon bari ndajherë, më herët që shpidin këto gjana, vëdin, po veç i din veç dikush që u provu me ta. Tha na'am wa hal min nabiyyin illa wa qad ra'aha. Tha po, që ashtu është, a nuk, do thot, a mos vallë ka ndaj pejgamber që nuk i ka ru ndajherë delet. Do thot me këtë fjalë, na tregon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që gjithë pejgamberët e Allahut i kanë qenë bari delesh. Kanë qenë bari delesh. Thot në hadithin e tij Jabiri radhiyallahu ta'ala anhu, mesin atyre thot që ishin duke mbledh të frutat e kebathit, thot ka qenë Abdullah ibn Mas'udi radhiyallahu ta'ala anhu. Dhe thot sahabët kur mlidhshin, kur i gjishin këto farë frutat, i mirëshin, i hajshin secili. Thot përveç Abdullah ibn Mas'udit radhiyallahu ta'ala anhu, i cili çka do që gjike, i të bojke e zgjidh ka ato më të mira çka janë, ja çojke pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Që ato më të zezat, më të omlat, më të mirat, i mirke edhe ja çojke pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe u kapte do thot hypte në pem Abdullah ibn Mas'udi e sahabët për poshtë duke e shiku, ja nisin me kesh. E sheh pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ty kesh i thot çka u bë që po keshni. E thanë ja Nabi Allah min diqqati saqai. Po na shtin me kesh se kom të shumë të holla, Abdullah ibn Mas'udi. Do të kom të shumë të holla. Abdullah ibn Mas'udi do thot ka qenë njeri i thatë, edhe i shkurt, edhe pak shumë i zesht. E ka pas kom të shumë të holla. Dhe kur i dëgjon këtë fjalë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot walladhi nafsi biyadihi lahuma athqalu fi al-mizan min Uhud. Do të pasha atë ndorën e cilit të shpirti im, këto dy kam në peshojt e Allahu fuqiplot janë më të rënda se Uhudi. Këto dy kam janë më të rënda se bjeshka e Uhudit. Thot për shkak të vlerës së Abdullah ibn Mas'udit radhiyallahu ta'ala anhu. Edhe do të thjesht në çet ngjarje e shohim çfarë dashurie ka pas Abdullah ibn Mas'udi ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ata secili do thot kanë qenë uritur, secili kur ka gjetë diçka e ka marrë ka hëngur për vete, apo? A pse asnjërit nuk i shkoi normal me bosi kur Abdullah ibn Mas'udi? Kallzon për dashurinë e tij që ka pas për brenda. Çka gjike diçka të mirë, ja çoi ke pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kjo është domethënë manifestimi i dashurisë. Dashuria nuk është thjesht fjalë, du në ty për hir të Allahut, du. Ku janë veprat? Veprat, sakrifica, këto tregojnë dashuri. E sahabët kanë qenë shembulli, shëmbëltyra për dashurinë ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kur arritën në Marru Dhahran, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me ushtrinë e tij, në mbrëmje i urdhëroi musliman që me ndez zjarre. Do të secili grup ku ish me ndez zjarr. Dhe masi i ndezën zjarret, dikush që shikoj kanë nga larg këtë panoram të natës, nuk ndodh ke vetë se me ju fut në zemër lemeria edhe tmerri nga madhështia e asaj ushtrije. E përmendëm 10.000 persona, 10.000 veta kanë qenë, dhe kur kanë ndezë do thot gjithë zjarre, është duk pra madhështia e kësaj ushtrije.
atë natë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në krye të rojeve të ushtrisë e vendosi Omer ibn Khattabin radhiyallahu ta'ala anhu. Gjatë rrugës duke shku drejt Mekës, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e përjeton një gëzim të dytë, ama një gëzim të madh. Kur të arrin në vendin e quajtur Gjuhfe, e takon një person shumë që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka pas për zemër, i cili me një farforme i vjen si me abo befasi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E kish marrë familjen e vet, fëmijët e vet, gratë, edhe ish nis me bë hijret në Medinë. Pra, e kish pranu Islamin. Ai ish nis me bë hijret për Medinë dhe në Gjuhfe e takon pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. E ky person hala nuk e di, do thotë që ushtria veç është nis me shku për Mekë. Dhe kur i shen Gjuhfe, do thotë habitet, edhe aty e takon pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, edhe kur e sheh pejgamberi alaihi salam axhën e vet Abbasin, do thotë gëzohet shumë. E ka plon një gëzim i madh. Inna ma'al usri yusra. Pas vështirësisë vjen lehtësimi, pas pikëllimit vjen gëzimi, vjen lumturia. Allah azza wa jall deshti mi aknaq zemrën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Atje që shu piklu për nanën e tij që nuk mujti me bë dua për ta dhe istighfar, ne Allah azza wa jall ja çoj djalin e axhës, djalin e hallës, axhën e vet tash, gjithë këta musliman. Na jemi si robër, jemi të padijshëm, jemi ignorant. Askush s'mundet me kuptu urtësinë e Allahut azza wa jall. E ata që se në gjendje me kuptu urtësinë e Allahut azza wa jall, ata nuk kanë rrugë tjetër vetë se me deviju. Sikurse që kanë bë grupet e ideologjive të devijume, që se në kanë gjendje me kuptu urtësinë e tij, e kanë mohu masnaj me kadere me kreta. Dikush do të mundet me kap ajo far hutia, mundet me kap habia, që shka mundësi Ebu Talibin, Allah azza wa jall, ja boni që me vdek, me dal për dunjas, jo musliman, e cili ja dha të në të mbrojtje pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e në anën tjetër Abbasit, në anën tjetër, do të thot Ebu Sufjan ibn Harithit, e ati tjetërit, ja mundsoj me u bë musliman. Kurse këta në krahasim me Ebu Talibin ishin zero. Ama kjo është urtësia Allahut azza wa jall. Neve nuk na metet me thënë pse. As qysh. Mi po veç me thënë subhanallah, subhanallah. I lartë madhëruar është Allahu, ai është do thot më i urtë dhe më i dijshmi. Ai që se kupton këtë urtësi, pastaj mundet edhe me dal menç edhe me bë kufër. E pse Allah, çka i bona unë Allahut azza wa jall që ma marr baba në kufër? Kjo pyetje domethënë është pyetje e kufrit. Qysh, çka i bona unë Allahut azza wa jall? Allah azza wa jall me ty po shtyhet diçka, çka po bën ti? Kush jeti që domthon Allah azza wa jall më mënu ty me të bëj diçka keq? Nuk kjo është thjesht sprov. E nëse s'ton me mirë kuptu kaderin e tij, atëherë të pret xhehenami, thjesht. E pa ai që është robi i Allahut, ai i nënshtrohet edhe shprehet i kënaqur me caktimin e tij. Allah më ka marr babën, më ka marr nanën, më ka marr fëmin, gjitha e në kënd të ati. Fakti se ai ka vendosur që ty më të bë fëmijët që ti babe që asaj nane, është, do të ti se ki zgjeth. Ti s'ki shku, s'ki pas një katalog me thënë, në për këmë qef më kanë të këqyri, që ky se paska më kanë burri mirë, që ky bashkë më pëlqenë, që ta dy prindë, që ta për këmë qef më pas, kur si ki pas të këtë drejt me zgjeth. Fakti që ki lindë të që ta dy prindë,
është thjesht kaderi Allahut azza wa jalla, vendimi i tij. Merita i takon veç atij. Edhe aty ka fshihet një urtësi e madhe. E neve na mbetet thjesht veç me ju nënshtru edhe me pranu kaderin e tij. Pra, Allah azza wa jall deshi që me udhëzu Abbas ibn Abdul Muttalibin dhe me ja mush menën që mund nis me bëj hijret drejt Medinës, edhe pse nuk e di se çka është të ndodhur, pra që është të ardhur ushtria drejt Mekës. E këtë kemi përmend, pra pejgamberi sallallahu alajhi wasallam fillimisht kish marr sebepe që komplet me mbyll banorët e Mekës, mos më shku asnjë lajm. Me i lënë që shtojnë në terr informativ. Asnjë lajm s'ju ka shku deri kur ju ka hyrë ushtria do thot në Mekë. Tregon Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, pra vet djali Abbasit, thot masi na pat taku pra ditë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe u pat gëzu shumë. Mas ne thot e pat thirr Abbasin pra babën tim dhe i pat thënë idha kana ghadat al-ithnain fa'tini anta wa waladuk. Ha kur bëhet do thot mëngjesi i ditës së hënë, hajde bashkë me djalin tënd. Do thot shkum te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe ai na mbuloi thot me një rrobë të tij që kish dhe e boni një dua, tha Allahumma ighfir lil Abbas wa li waladihi maghfiratan zahiratan batinatan la tughadiru dhanban Allahumma akhlifhu fi waladi. O Allah, falë Abbasin edhe djalin e tij me një falje të qartë, do thot më fal të jashtme të brendshme të tënve, falja e cila nuk ja lën asnjë mëkat, ani pastron mirë. O Allah, do thot jepi bereqet edhe furnizoja me pasardhës të birin e tij. Vazhdoi rrugtimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam drejt Mekës dhe banorët e Mekës në anën tjetër s'kishin marrë, ju ardh pak nisin, ju ardh pak çudi që asnjë lajm s'u ka ardhur hala deri tash prej anës të Medinës. Çka u të ndodh? Ne nisën me dyshu diçka. Edhe i thanë Abu Sufjan ibn Harbit, është ky Abu Sufjani tjetër. Abu Sufjan ibn Harbit, i cili ishte një prej parive të Mekës, i thanë që nisu dil këqyr çka u të ndodh, pse deri sot asnjë lajm as kur gjon tar informativ kena met. Çka u të ndodh diçka? Nisu. Ai thanë in laqita Muhammadan fakhudh lana minhu amana. Nëse ndodh thotë që takosh Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, atëra merr një garanci për neve. Merr një garanci për neve. Sepse i kishin domethënë e dishin mirë se çka kanë bë para do dite që kishin shkel marrveshjen. E kështu që dele Abu Sufjani së bashku me Hakim ibn Hizam në Budejl ibn Warqan dalin për Mekës për me lyp me këqyr nuk ka ne lajm prej Medinës. Në anën tjetër, në natën kur u afru pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Mekës, ju tha sahabëve të vet, tha inna bi Mekkah la arba'ata nafarin min Quraysh arba'u bihim an ash-shirk wa arghabu lahum fil Islam. Në Mekë janë 4 persona që unë shumë kom do thot mendoj që ata janë larg shirkut. Kanë me u largu pe shirkut edhe kom qef që ata me pranu Islamin. I thanë kush janë këta ja Rasulullah? Edhe i përmendi tha Attab ibn Usaid, Jubair ibn Mut'im, Hakim ibn Hizam edhe Suhejl ibn Amr. Edhe në mesin e këtyre do thot ishin e këta dy shokte Abu Sufjan. Dhe duke ecë rrugës Abu Sufjani bashkë me shokët e tij, kur të vinë në vendin Marru Dhahran, ku ish stacionu pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me shokët e tij, i pan ato zjarret që ju kishton pejgamberi sallallahu alaihi wasallam midhez. Edhe u stepën nga frika edhe të merri që çka të ndodh. Tën kjo ushtri, do thonë se e pan, do thotë ushtri e madhe, zjarret shumëta. Tën kjo ushtri, në paska afru kaq shumë,
Edhe asnjë lajm neve s'na kanë në Mekë. Por kjo ishte ajo çka i friksoi. Dhe Ebu Sufjani tha kur s'kum pa deri sot në far ushtrie që ka të madhe me gjithë këta ushtar. Budeli ibn Warqa ja kthen thot pashallahu thot kjo është ushtria e Khuza'as që janë zemën a luftu. Në fisi Khuza'a që këta ja patën myt, do thot ata 20 persona. Ebu Sufjani ja kthen thot ja thot Khuza'a thot nuk ka mundësi me pas të në këtë ushtri. Mirë po thot këtu është dikush tjetër. Dhe gjatë kësaj kohë këta duke bisedu në anën tjetër Abbasi, axha e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kish dalë me lyp mos përmonet me gjet në kan që më ia dhën do thot si mesazh le të shkon te Kurejsh të Mekës, e le t'ju thot që dorëzohuni. Është të ardhë kështu Muhamedi me ushtrinë e tij sallallahu alaihi wasallam, andaj dorëzohuni. Ty ec e një zonën e Ebu Sufjanit. Edhe më njëherë në tërë natë nuk e sheh kush janë, veç ishe si hije, mi po e njeh zonën e Ebu Sufjanit, e thot ja Aba Handhala, e thirr pa në nofkën e tij. Qashtu njëjtë Ebu Sufjani kur e nin thirrjen e Abbasit, janë njeh zonën, e thot o Abul Fadl, çka ki dal kështu, thot a ki në lajm, çka është të ndodh? Edhe Abbasi ja kthen thot wayhaka ya Aba Sufjan, mirë për ty Abu Sufjan. Thot hadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi an-nas wa sabah Quraysh wallah. A kjo është i dërguari i Allahut me njerëzit e tij, e që shumë shpejt do thot Qurayshve kam ju mri luftat e dera. Për një këtë fjalë Abu Sufjani tash mbetet thot çka më bë? A ka një farë zgjidhje? Thot pasha Allahun thot nëse Muhamedi sallallahu alaihi wasallam arrin me triumfun mesin e juj, thot ty dije që ka më ta hek kokën. Mirë po tha ngom mu e hajde hyp në gomar me mu. Abbasi e kish marr gomarin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, realisht mushkën, e kish marr mushkën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe kish dal me këtë punë, i thot hajde hyp në mushk me mu, thot çojt e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe ti lypi garanci për ty. Edhe pranon Ebu Sufjani, hyp në mushk me ta, ndërsa dy shokët e tij kthehen mbrapa për me shkuën në Mekë. Në anën tjetër, Abbasi e merr me veti, domthonë Ebu Sufjanin, edhe sa herë kaloi ke afër në zjarrit ku ishin ndez, që ishin të bu njerëzit, e pyetën i thënë kush është ky? Kur e shishin atfar mushkën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kuptojshin që është Abbasi, thëshin veç koka thjesht axha i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me mushkën e tij. Zjarr mas zjarri, derisa të arrin deri te grupa ku ish Omer ibn Khattabi radhiyallahu ta'ala anhu. Kur një Omeri që dikush po vjen, thirr edhe ky thot kush është aty? Është hije peshe një person të ardh. Edhe Omeri nuk rrin sikur se të tjerë, thjesht ult, ama çohet në kom, afrohet te mushka, edhe kur e sheh hyp në mushkën e Abu Sufjani. Më një herë e kap ajo far, do thot ajo far euforia e tij, thot Abu Sufjan aduvullah. Ky ka thot Abu Sufjani armiku Allahut. Elhamdulillah, thot falënderimi i takon Allahut që na ka pru Abu Sufjanin të shpluar, do thot pa pas garanci e as marrveshje. Se keni shkel vetë marrveshjen, as keni garanci, e tha elhamdulillah që na ka pru këtu, edhe më një herë merr tur Omeri ka tenda e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Në anën tjetër Abbasi kur e sheh Omerin ashtu të shku me vrull, i jep asaj far mushkës haz pak më shumë që më ja kalu Omerit mos me hy ky para tij te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe më rin dytë në të njëjtën kohë te tenda e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam.
E Omeri hyn me vrull mëna I thot ja Rasulullah, thot Ebu Sufjanin na ka pru Allah Azza wa Jall të shplum pa kurfar garancie e as pa marrveshje, lam t'ja heki kryt. Këti armikut Allahut. Në anën tjetër, do thot Abasi, më njëherë reagon, thot ja Rasulullah, thot inni qad ajartu. O I dërguari I Allahut, thot unë e ku marrë në garanci. Unë e ku marrë në garanci. Dhe thot ulëm të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe Omeri anisi të fol kundra Ebu Sufjanit, dhe dikura kur e pa që sponalet, I thash mehlen ja Umar, ka dalë Omer, mësë gut, pasha Allahun, si kur t'i shkon nga familja e Ebu Adi ibn Ka'bit, nuk I kështë thënë këtë fjalë. Ama thot ti për din që kë është prej fisit, dhe prej familjes Banu Abdu Munaf. Omeri I kthehet, thot mehlen ja Abbas, thot ka dalë aty o Abbas. Thot pasha Allahun, thot ti dje e ki pranu Islamin, që ta shfrik e ki pranu Islamin, e thot Islamit që ti e ki, do thot e ki pranu, momentin kur ti e bo pra musliman, thot ka qenë për mu ma e dashur se sa ti shbo musliman, kush? Baba jem Khattabi. Subhanallah. Do thot për mu, thot one jam gëzu edhe ma shumë për ty se sa për babën tëm që e bo musliman. E pse? Këna me përmend inshallah më vonë. Kur I dëgjon këto fjalë të nëve pejgamberi sallallahu alaihi wasallam I thot Abbasit, thot idhhab bihi ya Abbas ila rahlika fa idha asbahta fa'tini bihi. Thot Abbas merr thot Abu Sufjanin, çojë në tendën tonë, edhe kur të bëhet mëngjesi, sillma këtu. Thot shkom me Abu Sufjanin në tendë, e kalum atë natën çush e kalum, nesër në mëngjes thot shkova e çova te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kur e pa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Abu Sufjanin I tha wayhak ya Abu Sufjan, mirë për ty Abu Sufjan. Alam ya'ni laka an ta'lama annahu la ilaha illa Allah? Do të ka ardh koha, a nuk të ka ardh koha që me ditë se nuk ka të adhuruar të denjë përveç Allahut? Abu Sufjani a ktheni thoti bi abi anta wa ummi, do të kurbani I bafsha baba nan për ty, thot sa I but edhe I ndershëm edhe I afërt që je, do t'i mban kontaktet familjare. Thot pasha Allahun, thot wallahi laqad dhanantu an law kana ma'a Allahi ilahun ghayruh laqad aghna anni shay'an ba'du. Thot pasha Allahun, thot kom mendu që do thot sikur të kish pas një zot tjetër përveç Allahut, do të më kish pështu karshi Allahut fuqiplot. Thot wayhaka ya Aba Sufjan, alam ya'ni laka an ta'lama anni Rasulullah? Mirë për ty Abu Sufjan, a nuk ka ardhur dita që me ditë me kuptu se unë jam I dërguar I Allahut? Thot bi abi anta wa ummi ma ahlamaka wa akramaka wa awsalak. Thot kurbani bofsha baba nan për ty, po I butë dhe I mirë dhe I mshirshëm që je. Thot amma hadhihi fa inna fi an-nafs minha hatta al-ana shay'a. E thot sa për këtë dytën, thot gjithë deri sot hala e kam një farë vezvese, një farë pike në këtë temë. Kur e nim këtë fjalë Abbasi thot wayhak aslim washhad an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan Rasulullah qabla an tudrab unuquk. Banu musliman, deklaro shahadetin, ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan Rasulullah, para se do thot dikush më ta hek kryt. Atëherë Abbasi I drejtohet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kur I dëgjon realisht do thot këto fjalë Ebu Sufjani, në fund çka bën? Pranon me u bë musliman. Pranon me u bë musliman, edhe deklaron shahadetin, edhe hyn në fen e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Me këtë ai e fitoi garancinë e Allahut azza wa jall. Vesh me shahadet, ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kërkush nuk u çu me thon, ja, para një minuti tha unë kam dyshim këtë, e tash mas një minuti u bë musliman. Islami është deklarimi edhe dëshmia e këtill.
Kur ti dëshmon e deklaron se nuk ka të adhuruar të denjë përveç Allahut, edhe se Muhamedi është i dërguari i Allahut. Me këtë deklarat, njeri hyn në Islam. Edhe mo trajtohet si musliman. Për atë edhe do thot mas sa deklarata Abasi i thot pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, thot ja Rasulullah, inna Aba Sufjan rajulun yuhibbu al-fakhr, faj'al lahu shay'a. Do të dërguari Allahu thot Abu Sufjani është njëri që e do krekosën, atë ka qef mu krekos, andaj jepi diçka në atë formën që të krekoset. Po tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. A kushdo që hyn në shtëpinë e Abu Sufjanit është i siguruar, ka garanci. Kushdo që hyn në çabën e shenjtë, pranë xhaminë e çabës së shenjtë, është i siguruar. Edhe kushdo që i mbyll dyert e shtëpisë së tij, është i siguruar. Pra ata që janë në Mekë. Edhe me këto fjalë pra Abu Sufjani nis me u kthy për në Mekë dhe fillimisht pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur jep urdhër ushtrisë atë ditë, do thotë që me u largu prej vendit ku ishin pra në Merru o Dhahran, i thot Abbasit, thot rribe Abu Sufjanin ja tregon një vend në ngushticën e Luginës dhe thot rri aty me Abu Sufjanin derisa të kalojnë komplet ushtri, domethënë çka është ushtria e muslimanëve. Në anën tjetër ju jep urdhër ushtrisë që secila kabile mu të bu të flamuri i vetë që kanë pas. Secila kabile ka pas kanë flamur. Edhe u të bu do thotë organizu në ushtrit në këtë formë, secila kabile do më thënë me komandantin e vetë dhe me flamurin e vetë, dhe ja nisen me shku drejt Mekës, edhe Abu Sufjani veç këshyrke. Çdo ushtri, domethënë çdo garnizon që kalojke, ju drejtoke Abbasit, o Abbas, kush janë këta? Abbasi ka thënë se kjo është fisi Sulejm. E çka kam unë me fisin Sulejm? Do thotë në armiqsinë kemi me kon Muhamedit në shokët e tij. Pa mo, fisi Sulejm çka kemi në me fisin Sulejm? Vike ushtria tjetër, kush janë këta Abbas? Këta janë Ghifari. Çka kam unë me Ghifarin? Kush janë këta Abbas? Ran fisi, domethënë fisi Muzejne, Aslem, Gjuhejne, Ashja, krejt kabilet që kalojshin, Abbasi, do thotë Abu Sufjani, a bëj këtë njëjtën pyetje Abbasit, edhe vike çudi se për çka kanë këta, domethënë nas kemi armiqësi me këta. Derisa vjen një garnizon që i kanë thënë batalioni i Gjelbër. Batalioni i Gjelbër. Ka qenë ushtria e muhaxhirëve edhe ensarëve. Kanë qenë bashkë. Ushtria e muhaxhirëve edhe ensarëve mesin e tyre pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe në çujt do të thotë batalioni i Gjelbër, për shkak se komplet ushtria kanë qenë ushtarë të veshën me do thotë parzmore, të hekurta. Edhe për shkak të ngjyrës, arab do thotë në fjalorin e tyre kanë herë kur është nisen i zi, i kanë thënë i Gjelbër. Nëse pesë largit çashtu duket. Dhe do të kalon aty garnizoni i muhaxhirëve edhe ensarëve, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mesin e tyre i hypur në devën e tij al-Qaswa dhe flamurin ja kishte dhënë Zubair ibn Awamit radhiyallahu ta'ala anhu, flamurin e muhaxhirëve. Nëse flamurin e ensarëve ja kishte dhënë Sa'd ibn Ubadas radhiyallahu ta'ala anhu. Dhe kur kalojnë afër Abu Sufjani nalet edhe i drejtohet Abbasit, thot subhanallah ya Abbas, min haula. Subhanallah Abbas, kush janë këta? Thot ky është Resulullah sallallahu alaihi wasallam me muhaxhirët edhe ensart. Atëherë Abu Sufjani thot duke pa gjithë këtë ushtri, s'ka kushte që ka takat me u bë ballë kësaj ushtrie. Pastaj tha wallahi ya Aba al-Fadl laqad asbaha mulku ibn akhika al-yawma 'azima. Pasha Allahun o Abu al-Fadl Abbasit, mbretëria e djalit vllaut ton thot për më ku ka bë e madhe e madhështore. Hala Abu Sufjani ish që dashsa ish bë musliman, po hala ish pak me ato konceptet e xehlit.
Edhe Abbas ja përmirëson, i thot wejhaka ya Aba Sufjan, innaha an-nubuwa. Tha Abu Sufjan, po fjala është për pejgamberin. S'ka të bëjë këtu mbretëri as kur gjë. Kjo është pejgamberi. Ai tha Abu Sufjan, "Naam." Atë çashtu është, po Abbas. Këto ishin pra hala do thot vazhdon rrugtimi matutja i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam drejt Mekës, ka disa detaje të tjera derisa të arrin pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në Mekë, dhe ku do thot e çliron vendin e shenjtë, detaje të cilat nuk na mjafton koha me i përmend sot matutje, po inshallah i përmendëm në takimin ton të ardhshëm me lejen e Allahut azza wa jall, duke lutur Allahun fuqiplot që na i falë mëkatet tona, ato që bëjmë me dije pa dije, na udhëzon rrugën e drejtë të vërtetë, na largoj prej devijimit dhe gabimeve, duke lut atë që na marr shpirtin në Islam dhe në sunet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe në jetën e varrit na furnizojmë një jetë të rehatshme dhe komode, e pastaj në botën tjetër na ringjall në grupin e njerëzve të mirë, e të na ruaj prej zjarrit të xhenemit dhe të na fusë në xhenetin e tij. Aqulu qawli hadha واستغفر الله لي ولكم واتوب الى الله.